quiz show më i famshëm në të gjithë botën. Formati televiziv i dijeve dhe argëtimit vjen në një skenografi krejtësisht të re, madhështore dhe me teknologjinë më të fundit. Dizajni më i ri në Europë pas versionit britanik në RTK. Ta shijojmë së bashku këtë ndryshim madhështor me Agron Llakaj. Kush do të bëhet milioner prezantohet nga Golden Eagle. Do thua rregullat e lojës? Kjo lojë shoqërohet nga 3 ndihma, telefonon një miku, ndihma publiku dhe 50-50. Moderatori i kësaj loje është moderatori më i shkëlqyer në të gjithë botën, Agron. Përshëndetje miq, konkurrenti i dytë i kësaj mbrëmje është kandidati i quajtur Agron Llaka. Përshëndetje Agron Llaka. Si ndiheni, a keni emocione? Aq keq ndihem, ku është tualeti? Po pse të keni emocione? Jam të shumë të vështira. Sa i sigurt ishte kjo gjë? 51%. Sakt! Pse unë ditove? E njefti tukanin? Po heq strucin. Si është ky tukani? Ky tukani, zogi zi, me një skep të gjatë. Të gjatë si? Po. Portokalli? Nuk e njoh, ha? Portokalli dhe zonën e syve ka me të bardha. Edhe skjepi i madh e la të fluturoj, ha? Po ka krah, more. Po e treg skjepi përpara, si ka krah? Fluturon ai. Atëre, e shikon që nuk je përgjigjur sakt. Ja, zgjodhe tukanin ti? Edhe kjo është ngjyra jeshile. Që do më thonë e pa sakt. Është sakt, ore. A jeni mirë? Po, bereqave, si pioner që jam mirë. Në rritë jam me di që kam fjetur po thuaj se të gjithë mbretrit. Biles jo vetëm mbretrit kohët e fundit, njerëz të pasur, armator, stilist. Përgjigja ime përfundimtare është C. Cezarit. Mora rrugë për Janina, isha vetë. E sakt! Bravo! Hello? Hello. Hello. My name is Agron Llaka. Ja, hallo. Wir sind wir sind von wird Millionär in Albanisch Version. Who will be there? Nice to meet you. Welcome. Und sie bracht ihn Hilfe. Hallo? Hallo, Herr Marendt? Hallo, begrüß dich. Candle in the Wind wurde anfänglich von Elton John zu Ehren von A. Judy Garland, Lady Diana, Rita Hayworth oder Marilyn Monroe. Anfänglich. Für wen wurde Candle in the Wind? Weißt du, dass er das für die Lady Diana gesungen hat? Përdor mikun. Kena një mik? Është Ndremjeta. Belgjika, Franca, Norka, Zvicra. Aty dollar, euro, lek, i shkeli me këm këta e kush këtë në Florin, e kush këtë. Në show kujtin më të famë që më bërë, kush ka të bërë?
Përshëndetje! Quiz show më i famshëm në të gjithë botën, formati televiziv i dijeve dhe argëtimit. Vjen në një skenografi krejtësisht të re, madhështore. Se përgjigja e saktë ishte Me Agrollakaj në RTK, çdo të hënë, ora 21. Kush do të bëhet milioner, prezantohet nga Golden Eagle. Nuk e di kush simbolizon nga shpendët për ty më fisnikun, më trimin, ai që është më madhështori, si shpend që Normal se Shqiponja, pa diskutim. Shqiponja. Po Shqiponj mi Shqiponja kush është për shembull? Shqiponja e artë, themine, e artë. Që e konvertuar në këtë anglishtën këtea, po të themun ty Golden Eagle. Golden Eagle, po. Po një Golden Eagle je Shqiponj. Është shua po jo? Po. Golden Eagle. Na takon ta themi. Provoj njerë Golden Eagle dhe ke për ta parë se si do ta ndjesh veten. Pyetja e parë. Overlook apo overhead? 2 sekonda. Përgjigja ime përfundimtare ka bëshon. Është A. Po, nuk është se do vim shpesh këtu. Që ja vlen ta provoja, se dhe Vje keq, përgjigja jote nuk ishte e pasakt. Ishte e sakt. Pyetja e 14. 25.000 euro. Stop. E javës tjetër, ne do të vazhdojmë me 2 pyetjet e fundit. Quiz show më i famshëm në të gjithë botën, formati televiziv i dijeve dhe argëtimit, çdo të hënë në RTK. Jemi përfundimtare është C, Magrit. Ky nuk është vetëm një quiz. Dhe pse? Në të vërtetë është një quiz. Ta përshëndesim me dorëpitje Ervisi, për në të vërtetë një histori suksese. Përgjigja e saktë ishte 25.000 euro. Kush do të bëhet milioner, prezantohet nga Golden Eagle.